Serbia është bërë streh për kriminalët, qoftë ata të luftës që kanë kryer pra krime lufte në Kosovë, qoftë ata që kryen krime në kohë të paqes. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar nuk është vetëm një çështje e drejtësisë, por është edhe një betejë për sigurinë, për stabilitetin, por edhe për të ardhmen tonë. Dhe besoj që ne që jemi këtu, pajtohemi që korrupsioni dëmton themelet e shtetit, pengon zhvillimin ekonomik dhe minon besimin e qytetarëve në institucionet publike. Ndërsa krimi organizuar e përdor korrupsionin si një mekanizëm për të depërtuar në ekonomi, për të pastruar parat e fituara nga veprimtaritë e paligjshme dhe për të forcuar rrjetet kriminale që nuk njohin kufi shtetëror. Prandaj qeveria e Republikës së Kosovës ka ndërmarrë hapa të guximshëm për të luftuar këto fenomene, duke e bërë drejtësinë një prioritet të padiskutueshëm. Në vitin 2024 kemi realizuar një numër rekord të ekstradimeve të individëve të përfshirë në krim të organizuar dhe krime të rënda financiare. Nga Kosova janë ekstraduar 32 të dyshuar në vendet partnere, ndërsa 45 të tjerë janë sjellë për të përballur me drejtësinë në Republikën e Kosovës. Mes tyre ka pasur individ që drejtonin rrjete kriminale të trafikut të drogës dhe grupe të përfshira në aktivitete të rënda kriminale. Në këtë drejtim, Kosova ka bashkëpunuar ngushtë edhe me partnerët ndërkombëtar për të shkatruar rrjetet kriminale transnacionale. Në dhjetor 2024 në koordinim me Eurojustin dhe autoritetet shqiptare është zbuluar një rrjet i madh i trafikimit të armëve, po ashtu operacionet e përbashkëta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Gjermaninë, kanë goditur veprimtari kriminale përfshirë një mashtrim masiv financiar. Këto veprime tregojnë qartë se Kosova nuk është streh për krimin, por një vend që po e lufton atë me vendosmëri. Sfidë mbetet mos antarësimi ynë në organizata si që janë Interpoli dhe po ashtu Këshilli i Evropës, që ka kufizon kapacitetet tona për ndjekjen dhe arrestimin ndërkombëtar të kriminalëve, por pavarësisht këtyre pengesave, Kosova ka ndërtuar ura bashkëpunimi me Europolin, me Eurojustin dhe Ministritë e Drejtësisë të shumë vendeve të tjera. Madje edhe me ato vende të cilat ende nuk e ka njohur Republikën e Kosovës, natyrisht që nuk është fjala këtu për Serbinë, sepse siç e dini, Serbia është bërë streh për kriminalët, qoftë ata të luftës që kanë kryer pra krime lufte në Kosovë, qoftë ata që kryen krime në kohë të paqes. Por kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë edhe me shtetet tjera të cilat nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës. Kjo tregon qartë se lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar është mbi çdo interes politik. Pastrimi i parave është një tjetër sfidë e madhe që lidhet ngushtë me korrupsionin. Për këtë arsye kemi forcuar mekanizmat e hetimit financiar, duke ndjekur burimet e paligjshme të pasurisë dhe duke sekuestruar asetet kriminale. Reforma në drejtësi nuk është thjesht një slogan, ajo është duke prodhuar rezultate konkrete, po ashtu ne jemi në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese për ligjin për byron për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe besoj që të gjithë mund të pajtoheni, po ashtu që është një ligj jashtëzakonisht i rëndësishëm që e ndjek pasurinë e paligjshme apo të pajustifikueshme të zyrtarëve në Republikën e Kosovës dhe ju tregon të gjithë të tjerëve, por po ashtu edhe atyre që nuk mund të pasurohen nga politika apo nga pushteti.